الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë për Zotit Gjelle Gjelalul udhëzim, atë që humbi madhi Zot nuk ka kush e humb dhe atë që humb Allahu Gjelle Gjelalu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt përveç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I zgjedhur I Tij, vula pejgamberëve për mbar njerëzimin. Allahu Gjelle Gjelalu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim: O ju që besuat, friksoheni Zotit sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm duke qenë pra besimtar të nënshtruar ndaj Zotit tuaj, dhe nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'ani, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I pejgamberit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam. Punët më shumtuara në fe janë shpiket që në humbje dhe humbjet çon zjarr. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, Allahu Gjelle Gjelalu jetën e ka lidhur me shkaqe. Dhe e di që besimtari, robi I Tij në dynja do të sprovohet, dhe nëpërmjet sprovave dhe sfidave njeriu e kalit, e forcon imanin e tij, besimin e tij, moralin e tij, qëndrueshmërinë e tij, dhe jo vetëm kaq, por nëpërmjet sprovave dhe sfidave që kanë jetën e përditshme dallohet besimtari I sinqert nga njeriu I lëkundur dhe larg qoftë edhe nga munafiku hipokriti. Allahu subhanahu wa taala I ka premtuar në Kur'anin Kerim besimtarve xheneti. Dhe ne e dim që fjala e Zotit, Kur'ani e ka shprehur qartë me dhjetra herë, ndoshta me qindra herë, që besimtarve u takon xheneti. Po pse u takon xheneti? Dhe ne kemi thënë që imani, besimi është dëshmia me gjuhë, besimi me zemër dhe praktika me gjymtyr. Sepse kur zemra mbushet me iman, ajo rrezaton dritën e Zotit, dhe kur hyn drita e Zotit në zemër, ajo e angazhon gjithë shpirtin dhe trupin. Prandaj pra xheneti është fryti I besimit, I durimit, I adhurimit ndaj Zotit subhanahu wa taala, I çdo vepre të mirë që njeriu e kryen për dishmërinë e tij që të arrijë kënaqësinë Allahut azza wa jall. Jeta është e shkurtër dhe askush prej nesh nuk e di se kur ikën I pari nga kjo dynja. Prandaj besimtari le të angazhohet me atë që Zoti Gjelle Gjelalu e do dhe me gjërat që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse do të hyn besimtarët në xhenet? E para sepse besuan, thot Allahu, dhe bën vepra të mira. Dhe kjo është e vërtetë. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatul firdausi nuzula. Me të vërtetë ata që besuan dhe bën vepra të mira do t'i kenë xhenetet e Firdausit si vend pritje. Khalidin fiha la yabghun anha hiwala. Do të jenë të përhershëm gjithmonë aty dhe nuk do të kërkojnë largim prej tyre, pra prej atij vendi. Pra besimi I vërtet gjithmonë prodhon vepra të mira. Kur zemra mbushet me iman, gjymtyrët fillojnë të binden ndaj Zotit Gjelle Gjelal. Dhe kur zemra prishet dhe nxihet, edhe I trupi refuzon të bindet Zotit subhanahu wa taala. E dyta, sepse ata kishin devotshmëri, at-taqwa. Pra të thënë shkurt dhe troqë dhe si thot populli shqeto, njerëz që ushqeshin me halal dhe e refuzonin, hiqnin dorë nga harami. Dhe kjo është e vërtet.
Prandaj dhe Zoti thot në Kur'anin Kerim, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Me të vërtet devotshmit do të jenë në kopshte dhe pranë burimeve që rrjedhin, udkhuluha bisalamin aminin, kështu që hyni në to me paqe dhe siguri, thot Allahu Azza wa Jall. Pra njerëzit që gjithmonë kanë një pengesë përpara vetes, për gjërat që nuk i don Allahu dhe pejgamberi ai sratu i praktisin, dhe për gjërat që i don Zoti dhe pejgamberi i praktikojnë, këta janë devotshëm. Nuk ka filozofi të madhe me devotshmërinë. Çdo njeri që ushqehet me halal dhe i largohet haramit plotësisht, ky është njeri i devotshëm. Prandaj takuaja është mburoja e shpirtit. Njeriu mund të fshihet njerëzve dhe gjunat mund t'ia fshejë njerëzve, por nuk ja fshej ato të Zotit subhanahu wa taala. Sepse do t'yn xhenet, sepse këta ishin njerëz sinqert. Pra, çfarë do të thotë sinqeriteti o vëllezër? E thënë thjesht po ashtu, njerëz që atë çka e besojnë me gjuhë dhe zemër e praktikojnë me gjymtyr. Nëse Allahu thot falni namazin, e falin namazin. Nëse thot jepni zakatin, e japin zakatin. Nëse Allahu thot largojuni haramit, i largohen haramit. Nëse Allahu thot mos i shoqëroni Zotit tuaj shok në adhurim, ata e bëjnë një gjë të tillë. Illa ibadallahi al-mukhlasin, thot Allahu, përveç robëve të mi të sinqert, wa ulaika lahum rizqun ma'lum. Ata do të kenë furnizim të caktuar, thot Allahu Azza wa Jall, fawakihum wa hum mukramun, fruta dhe do të jenë të nderuar në xhenetet e Zotit subhanahu wa taala, fi jannatin na'im, pra në xhenetet e begatisë. Pra janë njerëz të cilët ishin të thjeshtë ndoshta, por ju përmbajtën besimi tyre që të arrijnë kënaqësinë e Zotit xhelle xhelalu. Pra në këtë kontekst vjen dhe hadithi i profetit alayhi salatu wasalam, innal a'malu binniyat, me të vërtet veprat janë sipas qëllimit. Çfarë qëllimi ke pasur me adhurimet e tua, me veprat e tua, pra atë do të arrish tek Zoti xhelle xhelaluhu. Tjetra e katërta, sepse ata ishin njerëz që e falnin namazin. Qad aflaha almu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, thot Allahu Azza wa Jall, alladhina hum fi salatihim khashi'un, janë ata pra që janë të përulur namazin e tyre, walladhina hum anil lagwi mu'ridun, dhe ata cilët largohen nga fjalët e kota, fjalët pa dobi. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mes njeriu dhe kufrit, pra daljes nga feja, është lënia e namazit. Pra njerëz që përtej sprovave, sfidave, hallave, problemeve, rrugtar, në avion, në det, kudo që është, i japin hakun namazit, pra nuk e nxjerrin namazin nga koha e tyre dhe janë të kujdesshëm për të. Tjetra, sepse ata vëllezër çfarë ishin durimtar. Të gjithë sprovojnë njerëzit në këtë dynja. Edhe sprovat janë të ndryshme, ashtu dhe grada e imanit dhe e sabrit e durimit është ndryshëm nga tjetri. Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab. Allahu thot vetëm durimtarve do t'u jepet shpërblimi pa mas. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, askujt nuk është dhënë dhuratë më e mirë dhe më e gjerë se sa durimi, as-sabr pra. Prandaj e lutim Allahun azza wa jall që të na bëjë për durimtarve. E gjashta, sepse ata bënin bamirësi. Siç e dihet që muslimanët, alhamdulillah, falëndërimit tek Allahu, janë njerëz bujar, nuk janë njerëz koprac në përgjithësi dhe nuk i takon besimtarëve të jenë koprac. Innal abrara la fi na'im, me të vërtet bamirësi, thot Allahu azza wa jall, do të jenë në begatitë e xhenetit të tij subhanahu wa ta'ala. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. Ata ushqejnë për hir të Allahut të varfrin, jetimin dhe robin e Zotit subhanahu wa taala. E shtata, sepse e ruanin gjuhën dhe moralin e tyre, walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Ata cilët e ruanin, largoheshin nga fjalët e kota dhe e ruanin nderin e tyre. Pra nuk binin në zina apo immoralitet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush më garanton atë çka mes gojës, pra gjuhës dhe auretin e tij, unë i garantoj atij xhenetin, dhe kjo është me vull nga pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e Buhariut. Pra në analizën shoqërore dhe sociale sot, shumë armiqësi dhe divorce kanë filluar nga gjuha, pastaj nga degradimi, pastaj Zoti na ruajt nga immoraliteti dhe tradhtia. Pra e teta, sepse ata ishin njerëz që edhe gabonin, por pendoheshin tek Zoti xhelle xhelalu. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtetë Allahu i do ata që pendon dhe ata që pastrohen tek Zoti xhelle xhelaluhu.
Prandaj, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Tirmidhiut, çdo biri i Ademit gabon, dhe më të mirët e gabimtarëve janë ata që pendohen tek Zoti xhelle xhelaluhu. E nënta, sepse kishin frikë Zotin subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sa për ata që u friksua qëndrimit para Zotit të tij dhe ndaloi veten nga pasionet e egot, xheneti do të jetë streha e tij, thot Allahu xhelle xhelaluhu. E 10, sepse ata e donin ahiretin më shumë se dynjan. Prandaj dhe Zoti na jep shembull me të kundërtën ndonjëherë në Kur'anin Kerim. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayru wa abqa. Por ju me të vërtetë jepni përparësi jetës së kësaj bote përpara ahiretit, që i cili thot Allahu është më i mirë dhe më i përhershëm. Pra, Suratul A'la në 11 në temën e 11, sepse kishin zemër të pastër. Kjo nuk do thotë që zemra e tyre nuk gabon, nuk smuret, po në përgjithësi mbizotron mirësia ka zemër, kjo është zemra e pastër, e cila mbizotron tek ajo mirësia, sepse nuk ka zemër që nuk ka smundje, nuk vuan nga smira, nga hasedi, nga urrejtja, nga zilia, nga ego, nga gjërat e tjera që e shëmtojnë bukurinë e saj, që e prishin dhe e nxjin atë. Allahu thot xhelle xhelalu në Kur'anin Kerim: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Atë ditë që nuk do të bëj pasuri, nuk do bëj dobi as pasuria dhe as fëmijët, përveç atij që vjen Allahut me zemrën e pastër. Pra, Islami nuk kujdeset vetëm për pamjen e jashtme, por edhe për zemrën dhe shpirtin e njeriut, nga cilat burojnë vendimet që marrin njerëzit për dëshmërinë e tyre. E 12, sepse ata e lexonin dhe pasonin Kur'anin Kerim. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ata që lexojnë librin e Allahut, Kur'anit, falin namazin, e japin zakatin dhe japin nga ajo që ne u keni dhënë fshehtasi dhe haptasi, shpresojnë një tregti që nuk humbet tek Allahu azza wa jall, pra xheneti i Zotit subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: lexoni Kur'anin, sepse ai do të vinë ndërmjetësues për shokët e tij ditën e Kiametit, pra ditën e gjykimit. E 13, sepse këta njerëz jepnin sadaka në rrugën e Zotit. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil. Shembulli atyre që japin pasurinë në rrugën e Allahut është si një kokër gruri, pra e cila nga ajo vijnë 7 kalli. Pra e shumë fishon Allahu azza wa jall ato çka ti i jep për hir të Zotit xhelle xhelaluhu. Prandaj dhe në hadithin Imam Muslimi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: sadakaja nuk pakson pasurinë. E 14, ata falnin njerëzit dhe zullumet e tyre, përgojimet, sharjet e shpifjet, rrahet dhe gjakderdhin e tyre. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Le të falin dhe tolerojnë, thot Zoti xhelle xhelaluhu. A nuk dëshironi që dhe juve t'ju falë Allahu azza wa jall? Dhe ky ajet ka zbritur kur Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu në historinë e Aishës, nënës besimtarve, kur munafikët me krye Abdullah bin Ubej bin Selulin dhe besimtarët e rinj të asaj kohe sa kishin hyrë fe, përgojuan nënën e besimtarve dhe u betua Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu se nuk do t'i jepte me atyre kushërive dhe fukarave që përgojuan vajzën e tij. Dhe zbriti ky ajet si qortim për Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, duke thënë: nuk i takon njerëzve të nderuar që të betohen se nuk do t'u japin të varve, fukarave dhe mesakinve. A nuk dëshironi, pra falni dhe toleroni, a nuk dëshironi që Allahu t'ju fal juve? Dhe dallimi midis fjalës ya'fu wa yasfahu, al-afu, ndoshta ti e fal individin dhe personin, por akoma mban diçka në zemër. Wa yasfahu at-tasfiyah është kur njeriu jo vetëm e fal, por nuk mban urrëtie më dhe smir në zemrën e tij. Pra nga analiza psikologjike, urrëtia e vazhdueshme e djeg zemrën vëllezër, dhe fjala dhe teubja dhe e çliron, pra falja e çliron shpirtin. E 15 dhe e fundit, sepse ata e përmendnin Zotin shumë kudo që ishin. Wadh-dhakirina Allaha kathiran wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Për burrat dhe gratë që e përmendin shumë Allahun azza wa jall, Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh për ta. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur që transmeton Buhariu
Shembulli i atij që e përmend Zotin dhe atij që nuk e përmend Allahun është si shembulli i gjallit me të vdekurin. Prandaj, siç ka thënë hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një prej sahabëve, mos gaboj Bilalit apo Abu Dharrit, ja fulan an yakun lisanuka rutbatan min dhikrillah, o filan le të jetë gjuha jote e lagësht me përkujtimin e Zotit subhanahu wa taala. Sepse gjuhët e cilat nuk flasin diçka nga Kurani, apo nuk përmendin ndonjëherë pejgamberin dhe çojnë salavat, apo nuk përmendin Zotin, apo nuk bëjnë istighfar, apo ato gjuhë që nuk urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, apo ato gjuhë që nuk edukojnë, ato janë gjuhë të thata, janë gjuhë të smura, ato janë më të këqija se shpata. Prandaj duhet njeriu ta angazhojë gjuhën e tij me përkujtimin e Zotit dhe si thonin selefëtan, Allahumma sakhirna ala ta'atik. O Zot, na nënshtro dhe na përdor për mirë. Na përdor për mirë dhe lutim Allahun azza wa jall që të na përdori për mirë. Prandaj vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, robërt e Allahut, xheneti nuk fitohet me pretendime boshe, por me iman, me namaz, me moral, me pendim, me durim, me Kur'an, me sadaka, me zemër të pastër, me tëube, me istighfar tek Zoti xhelle xhelalu, jo më kot, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith madhështor që transmeton Buhariu, kullukum tadkhuluna al-janna illa man aba. Të gjithë ju, i ka thënë pejgamberi, do të hyni në xhenet, përveç atij që refuzon. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Thanë me çudi, o i dërguari i Zotit, po si ka mundësi të refuzojnë njerëzit të hyjnë në xhenet? Nuk i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që për këtë arsye, por i vëri dy kushte të rregull, dy kushte i vuri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha man ata'ani dakhala al-janna, kush më binde do të hyjë në xhenet. Wa man asani dakhala an-nar, dhe kush më kundërshton do të hyjë në zjarrin e xhenemit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju e dini që pejgamberi i Zotit nuk flet nga vetja e tij, por vetëm me shpallje që vjen prej Allahut azza wa jall. Elusim Allahun i falë gjuna dhe gabimet, në na bëj prej atyre që ndjekin rrugën dhe dritën e tij alayhi salatu wassalam. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jall. Paqja, lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen e shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Nderuar vëllezër dhe motra, ju më kot tham në fillim të hutbes që nuk e dim se kush ne largohet i pari, dhe nuk e dim se kë do mbulojnë parin, dhe nuk e dim se kë do veshim me qefin të parin apo të fundit, por që Allahu azza wa jall për të na vënë përpara përgjegjësisë dhe shfrytëzimit të kohës, thot sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Garoni për tek falja e Zotit tuaj. Wa jannatin arduha ka ardi as-samai wal ardu iddat lil ladina amanu billahi wa rasulih. Dhe për xhenetet që janë sa gjërësia e qeve dhe tokës, dhe janë përgatitur për ata të cilët besuan Allahun dhe pejgamberin e tij. Dhalika fadlullah. Kjo është mirësia e Zotit që ai jep atyre që ai dëshiron. Prandaj le të garojnë besimtarët për veprat e mira. Do të vijë një moment që ne do të jemi shumë të vetëdijshëm, atëre kur të vijë tiktaku i fundit i zemrës, dhe do të shikoj se sa shumë gjëra kanë shpëtuar në këtë dynja, kur të vijë, pra siç e kemi thënë në filmi i vdekjes përpara syve, që sa shumë keq e angazhove zemrën, shpirtin, gjuhën, sa shumë u more me njerëzit, u more me të tjerët dhe askur nuk u more me veten, sa shumë mundësi pas kemi pasur që të bëhemi një ata që kemi gradat më të larta tek Allahu, edhe pse ndoshta nuk kemi prej atyre që luftojnë rrugën e Zotit apo kanë pasuri të madhe dhe japin rrugën e Zotit, por ndoshta do të ketë shumë prej nesh që do të arrin gradën e dietarëve, gradën e njerëzve të mëdhenj me gjëra të vogla për shkak të çeltërsisë zemrës tyre, njerëzit e thjesht, njerëzit që nuk ta mbushin syrin, por tek Zoti fjala dhe zemra e tyre shumë e madhe. Elusim Allahun në përfshin rahmetin e tij. Elusim Allahun në përfshin rahmetin e tij. Elusim Allahun në përfshin rahmetin e tij. Elusim Allahun të zbresim në mëshirën dhe faljen e tij. Elusim Allahun na falë dhe na mëshiroj. Elusim Allahun na afroj më shumë me librin e tij, Kur'anin dhe sunetin e profetit. Elusim Allahun na ruaj djem dhe vajzat tona. Elusim Allahun na ruaj djem dhe vajzat tona. Elusim Allahun na ruaj familjet tona. Elusim Allahun të udhëzoj ata që kanë humbur në mesin ton. Elusim Allahun të hapi kraharorin atyre që nuk besojnë. Elusim Allahun të shliroj ata nga pengmarrja e kufrit, e ignorancës, e paditurisë,
e gabimeve. Elusim Allahun azza wa jall t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, në Sudan, Yemen, kudo që ndodhen besimtarët e thjeshtë dhe atyre që është bërë padrejsi. Elusim Allahun azza wa jall na bëj për banorëve të xhenetit. Elusim Allahun xhelle xhelalu na bëj për banorëve të xhenetit. Zgjeroni gjokset tuaj, krahërorët tuaj, se xheneti i Zotit është i gjerë dhe nuk ka kufi për besimtarët dhe robët e tij. Elusim Allahun azza wa jall na ruaj nga fitnet dhe sprovat që duken dhe nuk duken. Elusim Zotin na ruaj nga fitnet dhe sprovat që duken dhe nuk duken. Elusim Allahun na ruaj nga sprovat që duken dhe nuk duken. Elusim Zotin të ruaj vendin tonë nga çdo fitnë, nga çdo sprovë. Elusim Allahun na bëj për atyre që shtojnë imanin duke lexuar Kur'anin dhe duke ndjekur pejgamberin alayhi salatu wasalam. Sot është ditë e xumë, pra çoni salavata për pejgamberin si shon Allahu dhe me lajket e tij, salavata për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Allahu i fal gjuna dhe gabimet. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.